Në një atmosferë solemne dhe të mbushur me emocione, sot në parkun e qytetit në Prizren u zbulua shtatorja e erojit të kombit, Tahir Sinani. I shkrirë në bronz. Në ceremoninë përruese morën pjesë familjar të dëshmorit, invalid e veteran të luftës, përfaqësues të institucioneve nga Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë, si dhe qytetar të shumt. Në fjalën e tij, djali i herojit, Rezar Sinani, theksoi rëndësinë e sakrificës së dëshmorëve për lirinë e sotme. Në emër të familjes Sinani, ju falenderoj nga zemra që jeni këtu me ne për të ndarë këtë ditë të madhe, u shpreh ai. Gjaku i dëshmorëve është burr themel i të ardhmës tonë dhe s'duhet ndalojmë deri në ditën që çdo trevë shqiptare të bashkohet në një flamur, në një qëllim. Sot, në këtë ditë të shenjtë këtu, në Prizrenin historik, u bë e mundur vendosja e shtatorës së komandantit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Një shtatorë që do të qëndroj përjetësisht krahas komandantit legjendar Adem Jashari dhe krahas të gjithë atyre bijve e bijave që dhanë jetën dhe sakrifikuan gjën më të shtrenjtë për këtë komb. Në emër të familjes Sinani, ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që jeni sot këtu për ta ndarë me ne këtë ditë madhe e të shënuar. Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Tota dhe ai i komunës së Raovecit Smaj Latifi vlerësuan figurën e Tahir Sinanit si njeri të drejtësisë, përullësisë dhe sakrificës, duke theksuar se vepra e tij mbetet frymëzim për brezat e ardhshëm. Nuk duhet të flas sot për data e fakte, duhet të flas për parime, sepse figura e Tahir Sinanit është më shumë edhe më tepër se një biografi lufte. Është një udhëzues moral për të gjithë kombin. Ai ishte mishrim i kurajës, i besës, i përgjegjësisë ndaj vendit. Ishte shembull se si njeriu kur e do lirinë nuk e kërkon si privilegj, por e mbron si detyrim. Ishte njeri i drejtësisë, i përullësisë dhe i sakrificës. Ishte prej atyre burrave që nuk kërkuan vend në histori, por historia u ajet vetë. Të dashur pjesëmarrës, akti më madhor i një populli të ndarë, të pushtuar, të shtypur e të shfrytzuar është lufta qirimtare. Karakterin kombëtar të luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës nuk e përcakton vetëm fakti se aty u rreshtuan bie nga të gjitha viset shqiptare dhe nga mërgata jone e madhe, por edhe fakti se kjo luftë zgjoi potencialet e fjetura kombëtare. Edhe pjesëmarrës të tjerë në ceremonie përshkruan heroin Tahir Sinani si një figurë të rëndësishme të luftës dhe kontribues të çlirimit, duke nënvizuar se kujtimi i tij do të jetë i përjetshëm. Tahir Sinani dhe vepra e tij e madhe bëhen përjetësisht qytetar të Prizrenit. Është ky përurim një akt mirënjohje që Prizreni i paraqet Tahir Sinanit e nëpërmjet tij të gjithë dëshmorëve të rënë të zonës operative të Pashtrikut. Komandant Tahir Sinani, nga se ishte betuar se do luftonte deri në vdekje për shtirimin e trojave shqiptare, mori pjesë aktive edhe për shtirimin e trojave tona në Preshevë, Medvegjë, Bojanoq, si edhe në trojet tona në Maqedoni, ku në mesin e luftarëve ishte gjithmonë i dashur dhe në çdo moment pranë tyre. Në këtë kuadër, Prizrenis sot ndalet me nderim të veçantë, sepse për ulet edhe para figurës e njerit prej komandantëve më të respektuar të luftës sot çlirimtare. Ish komandanti të zonës operative të Pashtrikut, i cili me mençuri, urtësi dhe vendosmëri e tij udhëzoqi qindra luftar rrugës së lirisë. Me këtë përmendore nuk nderojmë vetëm një komandant, por nderojmë një djalë të kombit, një luftëtar të lirisë, që jetën i ia kushtoi tokës, flamurit dhe popullit të vetë. Sot ndalet me nderim të veçantë, sepse për ulet edhe luftës sot çlirimtare. Ish komandanti të dhe vendosmëri e tij udhëzoqi qindra luftar rrugës së lirisë. Zbulimi me këtë përmendore nuk nderojmë vetëm një komandant, por nderojmë një djalë të kombit, një luftëtar.
Ndryshe, Tahir Sinani njihet si një nga figurat kyçe të luftës për lirinë e shqiptarëve, i angazhuar në mbrojtjen e Adeut dhe në avancimin e çështjeve kombëtare. Përurimi i shtatorës së tij në Prizren konsiderohet një akt nderimi dhe respekti për jetën dhe veprën e tij të çmuar.